Lirim Kastrati e gjeti golin e parë në Super League me Vllaznin kundër Tiranës. Ai nuk gaboi nga pika e bardhë e penalltis duke vullosur fitoren e kuqebluve në klasikën shqiptare. Ndërkohë në prag të sfidës me Flamurtarin, ishte sulmuesi i kuqebluve që u zgjoll të dalë në konferencën për shtyp me gazetarët. Kastrati tha se Vllaznia është gati për të marrë një tjetër 3 pikësh në Vlorë. Normal që jemi gati edhe dihet synimi i Vllaznisë. Janë 3 pikë, kështu që shkojmë nesër për 3 pikë të radhës. Besoj se Flamurtari ka cilësi, edhe nuk janë me ato, nuk i meritojnë vetëm 2 pikë që kanë, kështu që ne jemi të motivuar jo vetëm me Flamurtarin, po si me çdo ndeshje, kështu që jemi të ikë për 3 pikë të radhës edhe asgjë më tepër. E vlerësojmë Flamurtarin se ekip kanë cilësi, po për neve, si thash edhe më herët, është synimi vetëm 3 pikë. Mvaret cilin ekip e kemi kundërshtar, kështu që do t'i përshtatim pak edhe kundërshtarit tonë, por ne e kemi lojën tonë, kështu që do shkojmë Flamurtar për 3 pikë të radhës, edhe i shoh çunat se janë të motivuar. Nuk kemi pas kohë shumë me festu për ndeshje me Tiranën, kështu që do të me shku nesër për 3 pikë të radhës. Normal që ka presion, po jemi profesionalistë të gjithë, kështu që do të fokusohemi veç brenda fushës, edhe mund të themi se jemi një familje e ngushtë, edhe nuk ndikohemi shumë nga fjalë që vinë nga jashtë fushës, kështu që atmosfera shumë e mirë edhe jemi tu fokusu veç në futboll. E di si është euforia, kam gjuhë gjithçka, po mund të them se deri tash jemi tu jetë shumë mirë. I pyetur mbi penalltin e ekzekutuar përballë Tiranës që u kthye në gol dhe rolin që pati Bekim Balaj duke i lënë gjuajtjen e kësaj penalltie, Kastrati shprehet. Po, njëherë duhet të them faleminderit Bekimit se ma lejoj me gjujt penalltin, edhe normal, Bekimi është kapiteni jonë, është lideri jonë, edhe ai e vendos kur do m'ia dhon dikujt penalltis, kështu që ne duhet vetëm me qenë gati edhe me ndihmu ekipes me gole ose asistime. Po, besoj se ishte ndeshja më e mirë prej që ka marrë këtu, po për formacionin e javës nuk di ç'a të them. Ka njerëz tjerë që vendosin, kështu që unë jam i fokusuar vetëm te loja. Do të jap maksimumin çdo ndeshje dhe shoh edhe vetë se në stërvitje nihem mirë, çdo ndeshje që luaj më ndihmon. Siç kam thënë në intervistat e kaluara me trajneri, beson shumë mu, edhe jam shumë i lumtur se kam marrë te Vllaznia. Po do ketë me siguri edhe ndeshje më të mira se me Tiranën.